filloj me një postim tëndin, pse e fillu me libra, po librat do të kyçen më vonë, posaçërisht këto të cilat i kemi lexuar së bashku vite më parë, Darin Acemoglu dhe James Robinson, që kanë qenë domethënë Darin Acemoglu është fituesi i çmimit Nobel vitin e kaluar, domethënë flasim për njerëz të cilët i kanë hyrë shkencave sociale nga një aspekt i shumë interesant ekonomik, por po filloj me një postim tëndin të vitit të kaluar, më sa mbaj mend, i cili më duket metaforik si një rrjedh e kësaj bisede, është momenti kur ti ngrihesh në mëngjes, është çdo mëngjes i këtyre muajve të fundit është mëngjes i ndotur. Prishtina është ndër 10 vendet më të ndotura në botë, ndodh ndonjë javë tjetë. Edhe atë ditë ndodh kjo, ti e çon vajzën tënde në shkollë, hypni në transport, mrini te shkolla. Para shkollës është një xhip i zi i cili pengon që të hyni, dikush që ka një përparësi për ta çuar fëmin e vet me targa zyrtare. Dhe ti largohesh nga aty me këmbën tënde të thyer, të cilën është dashur ta trajtosh në një spital privat, sepse nuk ka pasur mundësi ta bësh në spitalin shtetëror, në institucionet publike të shëndetit. Kjo analizë, ky postim i referohet ish-drejtorit të Institutit GAP, i cili ka bërë analiza shoqërore në institut me nam, e ende përmendesh si drejtori i institutit, sepse ka kohë që je largu nga aty, dhe Institutit Atlas, i cili është i sapo formuar drejtori i të cilit je, dhe i cili analizon shëndetin publik, gjithsesi ndotjen dhe pasojat e tij. Kjo më duket, ky rrëfim i yti me vajzën tënde, më duket si metafor e analizës shoqërore, sepse kemi të bëjmë me një qytet i cili po zhvillohet kundër dinjitetit të qytetarit. Është një problem i ndotjes, të cilin ti po ja trashëgon vajzës tënde, gjenerata jote po ja jep vajzës tënde. Një pavarazi në shtetin, sepse ti je ai që vjen me transport publik, dikush tjetër vjen me xhep zyrtar dhe e çon fëmin aty. Një sistem shkollor ti po e dorëzon fëmin tënd në shkollë, por çdo analizë jote ja tregon se rezultatet e asaj shkolle nuk do të jenë të mira për vajzën tënde. Edhe një sistem shëndetësor në të cilin ti duhet shkosh në institucion privat, sepse nuk ka mundësi që të trajtohesh në institucion shëndetësor publik. Çfarë është kjo Kosovë? Faleminderit anëherë vetëm për ftesën edhe për këtë hyrje, po mendoj unë shkruaj shumë në mediat sociale për senet që më pengojnë mua personalisht, edhe prej kohës kur jam bo bab. Këto sfida janë rritë edhe ma shumë, siç e përmende, për shkak se ne ndoshta edhe jem adaptu në këtë rreth, por nuk do doja që edhe vajza ime të rritet me një ambient ku mënyrën që jam rrit unë, ju edhe gjenerata të tjera, sidomos në rrethin e Prishtinës. Andaj, unë ka kohë që jem largu prej institutit GAP, aty e kom pas tamam profesion, me Atlas Institut kem fillu më pak se një muaj, edhe kjo është bo ma shumë për shkak të problemeve që i përmende edhe jo, e që përna prekin gjithve, edhe pse nuk jam as pulmologas, njohës i miri i mjedisit apo grimtave PM10 e PM2.5, po kom hy me i lexu të gjitha për me pa edhe për me shpjegu në mënyrë shkencore këto që vetëm ne po e ndjejmë. Edhe është frustruese kur dikush që pagun taksa rregullisht si koron, nuk mundet me çuar vajzën në shkollë publike për shkak se sistemi i edukimit atje nuk është në gjendjen e duhur. Nuk mund as më shëru në spital privat, dhe do të prej xhepit me pagu në spital publik, do të me pagu prej xhepit në spitalet private, për shkak se lista pritjeve sidomos në ortopedi është me vitet tana. E kam një miq që ka regjistru ose është fut në listë pritjes që nga viti 2019 dhe ende nuk e kanë ftu, për fat edhe ai e ka kry
në spitale private, po nëse do të pritte edhe do të kishte mundësi financiare, do të priste ende për me shëru gjurin që ka dëmtu në ndërtimtari. Edhe pastaj, kur përballesh me gjithë këto probleme, edhe shet dikush që është i mbyllur me xhipa të zi, edhe nuk i vren as gropat e rrugës, as nuk e vren ndotjen, edhe vjen hyn paren, lën fëmijën në shkollë, edhe kthehet edhe dalin e presin, gjithë sikur në ato sistemet e vjetra komuniste. Është kogja ma shumë frustruese. Tash nga njëherë nalëm me javë tëna nuk publikoj për shkak se duket sikur vetëm po ndjelli zi. Po prap nuk mundem pa shpreh atë. Edhe problemi është qysh me nxjerr tash prej identifikimit problemit, se krejt për dim që është problemi, po qysh me dal tek zgjidhjet. Edhe me Atlas Institut po mundohemi sa më shumë që me krijuve dijen tek qytetarët se ç'kjo është problem, dhe po më vjen mirë që për këta më pak se 1 muaj ne jemi thirrur shumë për media për me dal, me pasqyru këto, për shkak se problemi ka ekzistuar gjithë. Madje më kujtohet e pa ta gjetë një artikull të rilindjes viteve 70 ku ankoheshin për ndotje të mjedisit për shkak të aktiviteteve të termocentraleve, po tash problemi është edhe më i rëndë, për shkak se janë vjetruar termocentralet, veturat që janë më të vjetrat në Evropë. Edhe problemi tjetër është zhurma. Ne jemi mësuar te, po një studim i Agjencisë Evropiane për mbrojtje të mjedisit tregon që zhurma tek fëmijët ka pasoja shumë të rënda, sa i përket mungesës së koncentrimit, smundjeve tjera, mungesës nxënjes, smundjeve pulmologjike, edhe që do duhet ne si prind, si mësimdhënës, si shoqëri të trajtojnë në sa më parë. Ti je i lindur në vitin 1982, unë atëherë dikund pak më vonë kam filluar karrierën time profesionale si gazetar, dhe ndër shkrimet e para që i kam bë atëherë ka qenë puna e ndotjes. Kështu që kanë kaluar 40 e sa vjet. Dhe problemi të cilën unë kam pas atëherë është një problem të cilën e gjej të ilustruar, ose në këtë bisedë e gjej të ilustruar me vazhdimin e rrëfimit tënd me vajzën, kur e merr ti vajzën prej shkollës dhe don me hyrë në një kafe, për të pirë një kafe në një lokal publik dhe nuk mundesh me hyrë sepse aty pihet duhani. Një shoqëri në të cilën shteti nuk mundet me ndal duhanin, si pret ti që do ta ndal ndotjen e tjetër, domethënë ndotjen e termocentraleve. Nëse ti s'mund ta ndalësh duhanin që ke ndotje të drejt për drejt aty, si do ta bësh me termocentralin? Problemi i zbatimit të ligjit tek ne është gjithë ka qenë selektiv. Dikush është dënu sa më afër që ka pas vrimtari në afër institucioneve shtetërore, por tjerët kanë shpëtu, edhe kjo pastaj nëse një lokal ndalon pirjen e duhanit edhe tjetri jo, natyrisht edhe kjo ka me leju pirjen e duhanit për shkak se konsumatorët i shkojnë tek kojshia apo e hup fitimin.